Enver Sakirasha dyshohet se ka dhënë dëshmi në gjykatën speciale. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përmes një komunikati për mediat, ka shprehur shqetësimin e tyre lidhur me rastin e Enver Sakirashës, lirimi të cilit u bë përmes vendimit të gjyqtarit Agim Huçi nga OVL e UÇPK-s. Thuhet se dyshohet se Sakirasha nga lirimi i tij ka përfituar për të dhënë dëshmi në gjykatën speciale të Hagës në procesin që zhvillohet kundër shpestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Organizata e veteranëve të UÇK-s e sheh këtë si një akt të rënd dhe të qëllimshëm që mund të interpretohet si pjesë e një skenari të mirë koordinuar kundër luftës së çlirimtare dhe vlerave që përfaqëson ajo. Të japësh liri një personi me të kaluar kriminale, i cili më herët ka shkelur masat e arrestit, është jo vetëm papërgjegjësi profesionale, por e të cënim i drejtësisë dhe sigurisë kombëtare, thuhet mes të tjerash në reagim në organizatës. Tutje nga OVL-ja kërkohet që të ketë hetim të menjëhershëm ndaj gjyqtarit në fjalë dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar në këtë vendim skandaloz dhe që gjithashtu të qartësohet urgjentisht nëse Enver Sakirasha ka dëshmuar në Hagë. Për këtë ka folur në një prononcim për gazetën Bota Sot, ish agenti i Shikut, Naim Miftari, i cili thotë se OVL-ja nuk ka asnjë integritet që sot të kërkojë diçka, sipas tij askush nuk i jep peshë fjalës së tyre. OVL-ja, një organizatë që shpesh shihet si zëdhënëse e interesave të klaneve politike, veçanërisht të PDK-s dhe AK-s, përfaqëson një strukturë që përfshin mbi 70% të ashtiquajturve veteran të rrem. Ku ishin këta kur u votua gjykata speciale? Atëherë kush nuk e voton të gjykatën speciale kundër UÇK-s konsiderohet tradhtari lidhur me Rusinë, Kinën e Serbinë. Sot kush e ndihmon atë gjykatë? Sërish që tradhtari paguar nga Serbia dhe kështu vazhdojnë përrallat. OVL-ja nuk ka asnjë integritet që sot kërkojë diçka, sepse askush nuk i jep peshë fjalës së tyre. Rasti i Enver Sakirashës është ilustrues. Nëse ai ka dëshmuar në gjykatën speciale, duhet kuptohet se kjo gjykatë është e Kosovës e votuar nga shumica e deputetëve në parlament. Përveç lëvizjes vetëvendosje që ishte kundër, nuk e di me saktësi nëse ai ka dëshmuar apo jo. Por nëse po, ai nuk ka shkuar ilegalisht atje, por ka bërë një marrëveshje me drejtsinë që është e kuptueshme për natyrën e krimit, për të cilin akuzohet, shprehet Miftari. Sipas tij, nuk ka dëshmi binduese që pas vrasjes qendrore Enver Sakirasha, ndërkohë Arben Berisha e ka pranuar vetë se ka kryer vrasjen e policit dhe është dënuar me 35 vjet burg. Nuk ka dëshmi bindëse që pas kësaj vrasje shëndron Enver Sakirasha, po të ishte Sakirasha djalë i Adem Grabovcit, apo i lidhur me Lushtakët, apo me Haradinajt, do të ishte liruar moti si i pafajshëm si nga burgu ashtu edhe nga akuzat për nxitje të vrasjes. I vetmi që ka pasur mundësi ta fundosë Enver Sakirashën ka qenë vetë autori i vrasjes, Arben Berisha, por ai nuk ka ndërmarrë një hap të tillë. Vrasja ka marrë kahje politike, edhe pse në thelb është një krim ordinar për çështje të ulta dhe akmarrje që nuk kanë lidhje me politikën, por me moralin, paratë dhe luksin e të fortëve dhe të rrugaçëve. Nuk duhet harruar as fakti se një nga prokurorët në gjykatën speciale të Hagës është edhe prokurori që më parë ka dënuar Enver Sakirashën në Kosovë me disa dhjetra vite burg, shprehet Miftari. Sipas tij, në fund të ditës, dënimi i Sakirashës duhet të bëhet vetëm mbi bazën e fakteve të binduese. Në shtetin tonë, drejtësia duhet të funksionojë dhe të jetë e njëjtë për të gjithë, jo drejtësi selektive politike apo e kontrolluar nga klanet, ku kriminali me lidhje lirohet ndërsa për të njëjtën vepër dënohet ai që nuk ka lidhje me pushtetin apo ish pushtetin, përfundon Miftari.